ka diçka në gazpacën apo në paljetën që Spanja e kaloi Italinë dhe është bërë vendi më i shëndetshëm në botë. Me këtë fillon prezantimi i listës Bloomberg për ndikjen e 169 shteteve sipas faktorëve që kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm të banorëve të tyre. Sipas këtij studimi, deri në vitin 2040, spanjollët do të jenë kombi më i gjatë në botë, të ndjekur nga banorët e Japonisë, Singaporit dhe Zvicrës. Ku është Maqedonia në këtë listë? Sipas jetëgjatësisë, vdekshmërisë nga sëmundjet ngjitëse, niveli i kujdesit shëndetësor parësor, zakonet e të ngrënit, mbi pesha, pirja e duhanit dhe alkoolit, cilësia e ujit dhe ajrit, higjiena, sëmundjet mendore dhe mbulimi i vaksinimit janë parametrat kryesore sipas të cilit Maqedonia fitoi vendin e 56. Arsye kryesore për këtë vend të fundit në rajon, sipas ekspertëve të shëndetësisë, është se në 10 vitet e fundit vendi ka ulur fondet për shërbime të shumta parandaluese. Nga Instituti i Shëndetit Publik, thonë se treguesit e ulumtimit të tyre përputhen me rezultatet e analizës Bloomberg dhe të parandalimit të dobët, por edhe për zakonet dhe kushtet e këqija të jetës. Afër 55% të gjitha vdekjeve në total janë të shkaktuara nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa afër 18.5% shkaktohen nga neoplazmat maligne, të cilat janë në rritje çdo ditë më shumë. Vendin e 56 Maqedonia e mori edhe për shkak të jetëgjatësisë më të shkurtër në rajon të popullsisë së saj, mesatarisht 75 vjet. Për dallim nga Greqia fqinje, ku mesatarja është 82 vjet, ndërsa e njëjta mesatare është edhe në Sloveni. Mes faktorëve më të rrezikshëm për këtë statistikë dëshpëruese është edhe mënyra e të ushqyerit. Во однос на мастите, нашата популација консумира повеќе заситени масти од тоа што е препорачано. А заситените масти се директно поврзани со зголемен ризик од појава на кардиоваскуларни болести. Во однос на шеќерите, консумираме повеќе од препораките прости шеќери. Друг голем проблем за нашата популација е солта, односно просечно ние консумираме по човек околу 12 грама сол дневно, што е еден од повисоките просеци во Европа. Të ushqyerit është shprehi që fillimisht e fitojmë në familje, prandaj sipas analizës së Bloomberg, shëndet të mirë dhe popullata e tyre arrin ato vende që kujdes të veçantë kanë për të ushqyerit e fëmijëve në moshën e tyre të hershme. Sipas Institutit për Shëndet Publik në vend, në institucione që kujdesen për fëmijë, në ushqimet mungon kalcium, produkte integrale dhe zarzavate të freskëta. Edhe ulumtimi i organizatës jo qeveritare Studorium kanë treguar se në menyn në kopshtet për fëmijë dhe në shkollat fillore në shtet, fëmijët fusin krip mbi dozën e rekomanduar ditore, ndërsa nuk fusin mjaft vitamin D dhe kalcium. Për shkak të këtyre njohurive, përmes projektit të përbashkët me zyrën e UNICEF-it në Shkup, është përpunuar një instrument me të cilin duhet të përmirësohen menyt për përshëndetjen e rriqjes dhe zhvillimit të fëmijëve. Во текот на овој проект за кој што ви зборував, алатката организиравме една работилница со учесници од градинките и од основните училишта, на кои што ја промовиравме алатката, објаснивме како таа се користи. Веднаш потоа, тоа беше на почетокот на 2018 година, алатката беше поставена за широка употреба за пилотирање на сајтовите на Министерство за образование и наука и на Министерство за труд и социјална политика. Дали и колку се користи, не можам да ви кажам лично од моје искуство, меѓутоа она што можам да ви кажам е дека добивме повици и мејлови на она што беше оставено како техничка поддршка со прашања и сугестии како таа алатка да се унапреди. Ние тие корекции и сугестии ги имплементиравме. Por si është sofra në kopshtet tona për fëmijë? Vizituam një kopsht për fëmijë në Shkup. Në atë moment fëmijët ishin në klasën kreative të futur në botën e ngjyrave. Derisa në kuzhinë përgatitej kafjalli i tyre. Motra kryesore shprehet se ushqimi që e përgatisin është kryesisht prej produkteve të freskëta dhe se cilësia e saj që e han fëmijët shpesh kontrollohet nga qendra për shëndet publik. Menyn e ndryshoi një herë në muaj, ndërsa çdo ditë e publikojnë në internet faqen e kopshtit që të informohen edhe prindërit. Por megjithatë, me fëmijët tanë nevojitet edhe pak imagjinat. На менито имаме намази кои личат на
сладолед, а децата пошто го обожаваат сладоледот, така ги мотивираме со тој да знаете дечиња денеска за доручек имаме сладолед, намазот личи на сладолед и они така леле денеска ќе едеме, меѓутоа во менито има риба, има нели лимон, има Макдонус, има краставичка, свежи намирници, сакам да кажем, а личи нешто така како сладолед и децата се мотивираат на таков начин. Por jashtë erdhës kemi pamje tjetër. Përshtypja është se shumë të rinj sikur jetojnë sipas rregullorës për jetë të shkurtër, ushqim të shpejt, telefona celular në dorë, aktiviteti fizik dhe verbal në minimum. Dhe nëse shëndeti futet përmes gojës, të kthehemi tek të parat e listës në Bloomberg, Spanja dhe Italia, banorët e të cilëve rënditën si më të shëndosh. Mënyra mesdhetare të ushqyrit në kombinim me shërbimet e përmirësuara parandaluese shëndetësore krijojnë qytetar të shëndosh. Sipas statistikës, për momentin më gjatë jetojnë banorët e Japonisë, shtet ku ushqimi i shëndosh dhe disiplina qëndrojnë në kodin e kombit pas Hiroshimës. Në programin për drekë të shëndosh përfshirë vetë nxënësit nga larja e enëve e deri në përgatitjen e ushqimit. Në fund, vetë pastrojnë shkollën dhe ujitin lulet. Holanda, e cila në listën e Bloombergut u gjet në vendin e 15 në Evropë, është vendi me jetëgjatësi më të madhe të popullatës. Mënyra e shëndetshme e jetesës është pjesë e programit mësimor. Nxënësit mësojnë dhe si të mbjellin dhe më pas edhe si t'i kultivojnë perimet që përfundojnë në sofrën e tyre shkollore. Në këtë mënyrë, thonë se i mësojnë fëmijët se ushqimi nuk bëhet në përmarkete. Britania e Madhe në vitet e fundit vazhdimisht shënon rritje në listën e Bloombergut të shteteve të shëndosha. Kuzhinjeri i njohur botror Jamie Oliver, pas rekomandimeve se shëndeti themelet i ka në moshën më të hershme, e filloi fushatën "Na ushqeni më mirë" në përqerdhet dhe shkollat britanike. Fushata mori mbështetje dhe nga opinioni edhe nga qeveria. Jamie Oliver fushatën e tij e transferoi edhe në shtetin më të pasur në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila sipas indeksit të shteteve të shëndosha u gjet në vendin e 35. Edhe pse shkaku për uljen në këtë listë të Bloombergut ka të bëjë me vdekshmërinë dhe rritjen për shkak të përdorimit të drogës dhe rritjen e vetvrasjeve, amerikanët me kënaqësi e pritën në Huntington, Virginia Perëndimore, qyteti i shpallur si më pak i shëndosh për shkak të veseve, posaçërisht të banorëve më të rinj. Kuba është tregimi i suksesshëm e cila është për 5 vende më mirë se Shtetet e Bashkuara për shkak të forcimit të mbrojtjes preventive të popullatës. Shtetet e Bashkuara më shumë bajnë llogari për diagnostifikim dhe shërim, thot Bloomberg në indeksin e vet për shtet më të shëndetshëm për vitin 2019, sipas të cilit Maqedonia është me shëndetin më të dobët në rajon dhe në vendin e 56 nga 169 vende të botës.